Dhe unë në atë moment, i drejtoj Meglit dhe i them, vetëm për atë moment më ndihmon, vetëm për aq. Si mund ta stisja unë një gjë kur ndodhi prajmi në shkuar? I bi që unë që kam, nuk di domethënë, Super League. Stisja në optikën time, sytë e mi ka qenë, nuk po them për fjalinë dhe për gjigjen që i ke kërku duke i bë pyetje. Ka qenë më vonë, duke anashkalu pajtimin për të kriju situatë. Atëherë, edhe një herë. Edhe një herë. Kupton? Duke anashkalu pajtimin, ti thua pse se erdhi o Eki duke më thënë këtë fjalinë specifikisht. Në rregull. Po jo detyrimisht dikush është në kokën tënde me thënë fjalinë që ti do. Dikush mund vijë edhe me thënë një fjali tjetër, me tregu që s'kemi asgjë bashkë. Tipit. Jes çamoj. Shumë drejt. Çfarë është e drejtë më? Ta kam thënë. Çfarë është e drejtë më? Se ti vazhdon akoma me të njëjtën histori. Dola unë për teje, dola unë për teje. Po, ti e desh atë situatë. Unë që kur erdha atë ditë tu që se unë më pyeti ai. Unë i gjeta duke folur për këtë temë dhe ika, si që të mos përzjesha se nuk doja atë situatë me ty, nuk e doja. Ti ike, ti vetë do më thënë, qove në atë nivel, sepse ma bërë me sy dhe më the me gajën e para njerë me sy nuk ta bëra se të doli aty momenti kur ti pretendojsh ta bëra me sy. Të doli. Po pra doli, po nuk doli as sy e pas ke parë vetëm ti as si tjetër s'ka parë. Jo, moj doli aty. Do bëj të debat me ty, se doli. Ti the, kshu. Dhe nuk ka qenë stisur djali dashur. Erdhe u përzive. Unë mërzitem dhe i natin e mbaj me veten time. Dakor? E mbaj me veten time. Dhe mos më njosja, këtu doli kjo. Zonjusha këtu. Mos më njose je ti më i gotë. Mos më njose edhe jo koherente edhe hipokrite je ti, jo unë. Më ke ndejt afër se ke dash me ndejt afër, mos ta bëj sikur çka ke bërë. Se ta kanë trajtuar unë bollet, kam thënë boll herë superlativa dhe faleminderit. Boll na bëre sikur na ke shpëtuar jetën. Mjaft. Mjaft. Se ju sa më shumë t'ju aktuash, se sa më mirë t'ju trajtosh, më shumë ta përdorne. Më shumë ta përdorne. Kur e bën të mirën, bëj edhe mbaje për veten tënde. Sepse doja ta baja për veten time. Sepse doja ta baja për veten time, dakor? Kur e jep gjë, mos e shif dorën, mos e shif. Në gjithë shtëpinë sikur ishte stisje, dhe nuk ishte stisje. Nuk ishte stisje. Nuk ishte. Kur e bën gjë dhe thuaj komplet për tokë. Mos e thuaj, mos e thuaj. Dëgjoj. Minimalisht ti duhet ta thuash dhe ta pranosh. Ti the atë ditë dhe motra ime the unë nuk e qa falemderit. Shumë ma tregon falemderit ti. Ky është vlerësimi jo. Ik tani se dhe kjo duket e stisur. Je hipokrite. Jo, nuk jam hipokrite, unë jam e vërtet. Dhe ju me s'ju pëlqen. Jam e vërtet, nuk jam hipokrite. Dakor? Se s'kam dashur, jo, jam shumë koherente. Jashtëzakonisht. Do të bësh lojtë. Se s'ju pëlqen juve është tjetër histori. Kur dun njerëzit tamam. Se jeni mësuar t'ju fërkojnë shpinën, kot e m'kot. Dhe sa kanë fërku ndonjëherë shpinën, për këtë s'jam hipokrite. Dhe Lori s'ja kanë fërku shpinën. Më kot. E pa cip, na vje këtu na bën sigur unë kështu, na shumë kam hallë, unë kam probleme, unë jam lënduar, jam mërzitur, qas m'ka bërë, dhe këte janë dhe pastaj më kthehesh mua, sikur po të merja, unë po të pija gjak ty, ti këtë ke thënë gjithë për herë këtë shtëpi. Po pim gjak, lejtë ty, po shkojë kush po merret me histori tata, s'do t'ja di njeri. Budallaq! Moj, mos dil nga vetja, mi qa ke? Dal nga vetja që shkeme të mos thuaj mua hipokrite, s'kam qenë ndonjëherë hipokrite me ty unë. Asnjëherë. Qa kam menduar ta kam thënë? Ty, Lori dhe Gertës. Kur e pe vetën në klip. Boni bashkë edhe qani të treja, më nxirri mua të keqen e historisë, as më intereson fare. Qetëso se të erdhi as nuk më intereson fare. Mos guxo të thuash mua hipokrite, s'kam qenë kurrë hipokrite me ty. Kam qenë shumë e dashur, shumë e sjellshme, shumë e mirë. Dakor, jo, e pasa vlerësove, që gjithë të e ktheve si situatë stisje, sipas Terezisë tënde, dakor? Zjedhzor. Po i kush je ti, moj? Kush je ti, moj? Kush je ti? Moj kush je ti? Moj kush je ti? Po pra se jeni